Përshëndetje të dashur miq dhe amator të Big Brother Kosova VIP 4. Ju përshëndesim nga kjo shtëpi vërtet shumë e famshme, por edhe shumë e ngrohtë, edhe shumë e dashur. Ju falenderoj shumë për gjithë dashurinë që na jepni, edhe pse ne nuk dim gjë, po e marrim me mend. Por e di që na ndiqni drejt për drejt 24 orë në Art Motion, në Digital dhe Tring. Ju falenderojmë pa mas, goca apo jo? Sot, për gjithë dashurinë që jemi sigur që na falni, ne do t'ju servirim një shfaqje spektakolare. Do t'ju prezantojmë me djemt e shtëpisë, të cilët janë karaktere më vete, shumë interesant, jo vetëm këtu, por edhe kështu. Megjithatë janë pikërisht vajzat e shtëpisë, më të bukurat në botë, që do t'i votojnë në sfilatën e tyre. Do të kenë 2 sfilata, një me një veshje që e kanë përzgjedhur vetë, do të shohim se sa shi e kanë për të veshur, por pastaj do t'i shohim dhe të zhveshur, sepse do na dalin me shortse, që të vlerësojmë pak se sa të bukur janë edhe në trup. Vajzat tona të bukura do të votojnë, duke filluar nga Bia, Alba, Fitoft më i mirë. Dolce, Linda Rej, Benita, Eliona dhe Sasa. Ju lutem, goca, duhet jemi objektive. Mua ma ka neqër të drejtë për të votuar, kështu që kujdes. Jemi gati? Jemi. Do të nisim me atë që e quajmë maestro. Ka një përgjigje për gjithë shka, por do të shojmë nëse ka edhe stil. Arditi! Dua muzikë, okej. Tani Ardit, jo mos ik se duhet të votojnë vajzat. Kështu që Alba mos i hidh më letrat, se duhet të votosh. Votoj për Arditin. 10 pik nga Sasa, 10 pik nga Eliona, 10 pik dhe nga Benita, 8 nga Linda Rej, 7 nga Bia, 9, jo nuk ka komente, 9 nga Dolce dhe 10 nga Alba. Priti ngri edhe njerë se duhet i numëroj harrova. 10, 10, 10, 30, 38, edhe 9, 27, 57, 64. 64 pik për Arditin. Faleminderit Ardit. 64. Dhe do të vazhdojmë atë që vjen nga Uniku, serios, po jo dhe aq serios. Vishet bukur, po du na e vërtetoj tani dhe ai është Edi! Edi! Bravo! Alba, jo komente. Mbledhi pikët e Edi. Hajde Benita. Kthejni, kthej Benita, kthej Benita, kthej Benita. Benita, ndaj mendje, Benita, bravo. 10, 20, 30, 40, 50, jo, 55, 60 pik për Edin. Ikën Edi dhe do të vi një karakter vërtet shumë i veçantë. Është shumë i qetë.
është në atë botën e vetë, por është një karakter shumë interesant. Dhe ai është Geto Ari. Si e vlerësua performancën e Getos? 10, 20, 30, 39, 48, prit bia, 48, 54, 59. 59 prit Geto Ari. Dhe do të shkojmë në një tjetër personazh. Ai gjithmonë na habit me veshjet e tij, kështu që është momenti që të na lër pa mend sot. Dhe ai është Ibro! Si e korrupton urin Ibro? Ibro, marrin votimin? Si thua? Okej. Atëre, 10, 20, 30, 40, 47, 52, 59 pik për Ibron. Okej. Dhe tani është radha e një këngëtari që ka një zë shumë të bukur që na kënaq gjatë gjithë kohës. Por tani do të shohim edhe stilin e tij në veshje dhe ai është Kushtim! Kushtrim, marri votimin, marri pikët, ku ikë pa pikët. 10, 20, Benita, 30, 39, 49, 58 dhe 63 pikë për kushtrimin. Ju lutem vllai i madh më korrigjoni nëse kam mbajtur ndonjë pikë gabim. Dhe tani është radha e një djali too hot to handle. Dhe ai është Klodi. Njëzet, Benita! Hajde Benita më suto! 30, 20, 50, 59, 64 pikë për Klodin! 64. Kujdes! Zdrani këtë kohë! Au, kush vjen tani? Vjen një shkodran, ajo është shumë emocional, po jam e sigur që i ka hedhur emocionet në bazen edhe sot do të na bëj një super performance. Najliri!
Hajde pikët për Najlirin, të eqim emocionet. 10, 20, 27, 36, edhe 8 bëjnë 24, 24, 50, 56 pikë për Najlirin. E kënaqur? Okej. Mirë. 56. Tani vjen një djalë shumë i mirë, por që bën pak edhe si seksi. Kështu që do ta shohim pak se si do na e tregoj sot në këtë defilen ton. Toni! Hajde, gati goca. 10 Sasa, 19 Mosik Toni, 29, 39, edhe 9 bëjnë 28, edhe 5, 53, dhe 6, 59. Se po sfidoj dhe vete në matematik nërko, 59 pikë për Tonin, kujdes mos rëzosh aty, bjeri kështu, okej. Dhe në fund ka mbetur ai që na lodh kokën, po në fakt ka stil, edhe do na e tregoj edhe sot, e ka stiluar Bia, Dora vet, e ke ndihmuar? Normal që e ka ndihmuar. Stilista. Dhe ai është Londri! Kujdes sepse jam... E zuri kapelja, oke. Ka stil, ka stil, ka stil. Hajde, gati! Londrim! Guarda, Mos na ik! 10, 20, 30, 20, 29, 59, 64 pikë për Londrimin. Mirë, me sa shoh, i kemi një 3 djemë që kam pikë të barabarta, kështu që sfilata e 2 do bëj diferencën. Goca, po kënaqeni mi? Po. Jemi gati? Tani është momenti, prit Ardit, prit. Tani është momenti që do t'u vlerësojmë pak edhe format fizike. Edhe i pari që e fillon është pikërisht Arditi. What the fuck? Ha, tani, si e vlerësojmë Arditin? 9, edhe 7, 16, edhe 8, 24, edhe 9, 35, edhe 6, 21, 51, 56. 56 pikë për performancën e Arditit me robe banjo, me gjup po s'ka problem, është pak ftohtë. Si dush ti, Edi, hajde na trego format. Hajde, po. Vjen Edi, Uf. Tash më marrë diçka me sjell. Bon. Edhe nëse s'don, bon. Hajde që të vlerësohesh tamam, Edi. Hajde, jemi gati, goca.
Hajde Benita, Benita. Ha Benit, vendose. Okej. Atëre, kemi 4 dhjeta, 49 edhe 10, 59. 59 pikë për Edin. Tani vjen ai që mëngjes drek dark ushtrohet. Geto Ari. Hajde Geto. Ibe. O, Alba, vetëm ti, Alba, e të mersh me Alba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhjeta dhe 5 në Alba, 65. Moj Alba, moj Alba. Se të shoh njërin me mas, po se qa do bëj, nuk e di. Ibro! Kreativitet shumë. Veshtim, bërtje. 24. Oh my god. Okay. Oh my god. È quello che dice a lui. Mamma mia, amo, mamma mia. Amo e amo. V. Hajde! Hajde Ibro, marrim votat? Sa? Okej. 10, 20, 30, 40, 50, 62. 62 pik Ibro, bravo! Faleminderit. Dhe është radha e kushtrimit. Njiste 9, 3. Alba sa piki jep? Jo, në atë gjeje. Sja logarisë. Sa piki jep? Qyrë, 51 dhe 7, 58 pik. 58 pik për kushtrimin. Dhe do shkojmë tek... Je gati? Klodi!
Hey. Absolutely, yes. Yes, yes. Everyone loved that, yes. Ko atë se po të ret lindarej? Është roba bagno, dua të shoh trupin, s'kam çat votoj. Zhvishu, Klodi, zhvishu! Ka të drejt linda! Hajde! Sa i bëre ti? 10. Vai! Assolutamente sì, bravissimo! Wow! Që se s'djema me kështu. Bravissimo! Oke, bajni sa ti numëroj. 1, 2, 3, 4, 20, do që kujtëm se nuk e pa. Ciao! 28, 58, 63. 63 për Klodin, e vjen Ajliri, vikingu i shtëpis. Every play. Wow. Ok, va bene, dai. A me si vede la schiena, ciao ragazzi. Bëjmë shumëzimin e 9. 36, edhe 9 bëjnë 25, 50, 58, 58 pik, shas ka bërë dojë gabim, po do më falësh. Po s'kaj se na korrigjon vllai i madh. Dhe është radha e Tonit. Hajde Toni! Hajde në 14. Njeriu guxon, jo thjesht vargur shumë. Nuk kemi erotizëm këtu. E rregulloj. E rregulloj. 19. Ha guardato solo il mio voto, te l'ho detto che guarda Hajde Benita. 19 edhe 9, 28, 35, 41, 46, 56. 56 pik. Dhe vjen i fundit. Londrimi. A ke dalë nga psikoterapia ti apo ke shku në plazh si s'po të marrë vesh? Ishtë ju Anxeles! Oh my God! Ku shko në plazh ashtu? Ti ja ke bërë këtë? Ku shko në plazh ashtu? Gjithë janë për juri, ju dua të gjitha juve. Oh my God! Ashtu? Qa i vëre ti, Për kuraj. Dua të specifikoj. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 65, 65, atere, 120, 129, wow, e quna, hajdeni pak, Goca, bukur, o? Ku shkoni? Hajde, restoni pak aty, restoni pak, se tani do shpallim djalin më seksi të shtëpisë Big Brother vit Kosova 4. Ta nisim nga vendi 3. Si thoni? Big Brother, nëse u ka mbajtur ndonjë shifër gabim, më korrigjoni. Në vend të 3 unë kam Getoarin me 124 pik. Bravo, Geto. Në vend të 2, Klodi me 127 pik. Dhe djali më seksi i shtëpis me 129 është Londrimi.
Djali goca, jeni mirë, jeni të knaqura. Jo, jo. Votimet tua janë. Ej! Mos e te pro! Ju falenderojmë Mos e te pro. shumë që na ndoqët. Mos e te Djali pro! më seksi i shtëpisë është Londrimit. Do na Mos e nxit te pro! pagesën. Jo shuhet! Që me ecë edhe hygi një herë. Jo. Organizimi korrupsionuar! Kur të rradha gocave, të lutem. Organizimi korrupsionuar! E dija që s'ja vlente me ardhë këtu. Dëgjoni, hajde në pak. Tani ky doli banori i parë zyrtar i shtëpisë dhe na nxiu jetën, imagjino tani se çdo na bëj si djali më seksi. Na ndiqni. Mos harroni, në Art Moshë Digital Detring 24 orë.